Ndërkohë, jemi në pritje nga momenti në moment të nisjes së marshimit në mbrojtje të Ukrainës në ambientet e sheshit Skënderbej, ku pritet, besoj mund të kemi pak edhe pamjet me ndihmën e regjisë, ku nga momenti në moment pritet nis dhe një ceremoni, do kemi ambasadorin e Ukrainës, do kemi po ashtu ambasadorin e BE-s dhe shumë personalitetet e tjera, cilët do të mbajnë fjalën e tyre, sepse sot shënohet 4 vjetori i nisjes së luftës, ku Rusia vendosi të sulmojë Ukrainën, atë çfarë në atë kohë Rusia quhet një operacion special, por që është një luftë prej 4 vitesh, që ka marrë jetën mijëra qytetarëve Ukrainës, mijëra qytetarëve rusë, mijëra ushtarëve Ukrainës, mijëra ushtarëve rusë në këtë çmenduri të nisur 4 vite më parë, çmenduri që nuk po arrin dot të gjendet ilaçi për ta shëruar çmendurinë e Putinit në këtë luftë. Gjithsesi, padyshim diskutimet janë duke vijuar, ka sinjale që mund të ketë një përfundim të luftës, por sa afër duken, aq larg ndonjëherë arrin. Nëse në fillim mund duket që palët mund të kenë një pikë bashkimi, në një moment caktuar ndodh që palët ndahen dhe sërish kthehen në pikën 0, aty ku 24 shkurtin 4 vite më parë niset operacioni special, po e citoj, i quajtur nga në Rusisë, por që në vërtet ishte një luftë për pushtimin e Ukrainës. Okej, besoj për pak do të nisë dhe ky aktivitet.